adit që i qesin parët. Na jem të knaqën, edhe meren kemi fillu në punën sa ma shpejt. Po ju kësha lutën edhe qeverisë, që tash Asambleja ka aprovu në vendimin për bartjen e mjetëve 2024 për 2025, ju kisha lutën në më gjithë qytetarëve që sa ma shpejt në të qetë që të fillon transporti sa ma shpejt që me i kry obligimet. Që t'ja qetë komunës e kisha lutë që sa ma shpejt me i kry këto obligime edhe me fillu transporti dhe më këthyn gjendje të regull që shka qenë. Protesta e transportit publik edhe sot vazhdon edhe tutje deri në alokimin e mjetëve bërë që detyrohet komuna të shlyjë borxhet ndaj trafikut urban edhe operatorëve privat. Vendimi që është marrë ditën e nejtë nga Asambleja Komunale është dërguar nga komunat tek Ministria e Financave. Po presim për Ministrisë Financave për ta kthyer atë vendim klina me pozitivitet për ne gjë që i alokon mjetet, ato mjetet që është ai vendim t'ja bëj bartjen e komunës, e komuna mrapa t'i bëj bartjen në për sektoret tonë edhe këtyre sektoret privat tjera. Deri në ato momente që nuk alokohen mjetet, neve do të protestojmë pa ndërprer deri në ato momente. Sa po të mbaroj puna e bartjes mjeteve tona për të shlyjë borxhet tona, na do të fillojmë me punë. Ministria detyrimisht i ka borxhin komunës, apo i alokon mjetet komunës, se komuna do ta bëj bartjen për ne. Shënjestër.net